Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e falenderojmë dhe lutim që të na bën nga robët e tij falëndërues, mirënjohës dhe adhurues të tij. Vazhdojmë më tutje vëllezëruar me pikat e mbetura që kanë të bëjnë me ndikimin e emrit të Allahut El Gjemil në jetën tonë të përditshme. Dhe në pjesën e parë përmendëm dy prej pikave që mendoj janë të mjaftueshme që çdo kush prej të mediton rreth tyre dhe me të vërtetë ta përmirëson dhe rregullon jetën e tij në kuadër të këtyre kuptimeve që dalin nga ky emër. Mbetëm atje te keqpërdorimi i bukurisë dhe keqshuzimi i saj që fatkeqësisht në mas të madhe don gjithmonë ka qenë, por asnjë ndoshta më tepër se sot, kur keqpërdorimi i bukurisë sot është bërë art, është bërë mjeshtri, është bërë për lavdat, paguhet. Në të kaluarën, ndoshta sikurse edhe ka qenë kohën e Kurajshëve të Mekës. Me gjithë devijimin që kanë pas, me gjithë shfrynimin që kanë pas. Megjithatë, në shoqëri njerëzit që e kanë keqpërdorur për imoralitet dhe për ekspozim të pamoralshëm të bukurive të tyre, kanë qenë njerëz të qortuar në shoqëri, s'kan gëzuar respekt, s'kan gëzuar autoritet. Prandaj edhe dini shumë mirë ato që e kemi përmendur më shumë herë, kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam një grup i grash, do të thotë ka pranuar besatimin e tyre për besim e për gjëra tjera, në mes të tyre ka qenë edhe Hindi. Hindi e cila do dihet hakmarrja e saj kundër Hamzës radiallahu ta'ala anhu, edhe dihet urrejtja e madhe që ka pas për këtë din. Do thotë, s'ka pasë e ndonjë ndjenjë fetare më herët. Me thonë që ndoshta e për çeta e ka pas. Ka qenë komplet, do thotë, e mobilizuar në urrejtjen ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur i dërguari alayhi salatu wasalam ka kërkuar pe këtij grupi grash, e që në mes të tyre ka qenë Hindi, që pasaj u bë besimtare radiallahu ta'ala anha, ka kërkuar që do të thotë mos i bëni Allahut shirk, mos të shpifin, mos të akuzojnë dhe mos të bëjnë vepra të pamoralshme. Posa janë përmend të vepra të pamoralshme, imoraliteti, zinaja e kështu me radhë, Hindi e ka ngrit dorën. Nuk ka vazhduar më tutje me besatimin, edhe ka thënë e teznil hurra, don te arabët shoqëria ka qenë ndonë në dysh. Ahrar edhe abid, të lirë edhe rab. Të lirë kanë qenë njerëzit donë që s'në konë të blimë në treg. Se përpara me lufta, jënë zonë njerëz rab. Me kanë bo luft, jënë zonë rab. Ose kategori të ullëtat shoqërisë, do të thotë që kanë qenë pa mbrojtje, kanë qenë pa asken, kanë qenë, do të thotë, kategori të ullëtat shoqërisë, jënë shqitë në treg. Edhe njëri i ka vyt në argat, i ka vyt dikush ku e ka ble, ka bora të vetën. Dhe kur ka bora të vetën, me to ka bo gjithë çka do, sa s'ka pas lirë, s'ka pas liri të vetën. Do të shpriu nga çdo e drejt, nga çdo liri. E nga këta ka qenë e pritshme që edhe të bëjnë zinë dhe të vidhen se kësa si kategori kanë qenë. Nëse kategoria tjetër e njerëzve që kanë qenë të lirë, ahrari kanë thonë, hurra, grua e lirë, grua që s'u mblen treg, s'u mshit, ka thonë e teznil hurra. Paradash kjo flet për një mentalitet të kaluarën, se zinat një orë, se gjërat pista kanë bu gratë që në shqit, në treg. Andë dhe Aisha radiallahu ta'ala anha përmend se në kohën e xhelitit martetet kanë qenë 4 lloje. 4 lloj martesa kanë qenë. Apo? E një për tyne, kur vjen për imoralitetin, thot ajo gru. Shiko Aisha, kjo flet për kohën e xhelitit, ignorancës, shirkut, idhujtarisë. Ajo gru që ka dashur me keqpërdor bukurinë dhe moralin e saj, thot Aisha ka vendos flamur në shtëpinë e saj. E kanë ditë njerëz, kush do më prish që tu hin. Tjerat mos mund më pas pasoja. Mushtrik kanë qenë, ama janë dallu në këtë aspekt apo. Andaj Hindi ka thonë, gruaja që s'kom bo në shirkëm konës këto punë si këna pas. Para mëna, e tash në Islam do të ka qenë shëmtuar, edhe pse kanë pas punë shumë shëmtuara që kanë bo. Por megjithatë, kjo ka qenë shëmtuar. Dhe sot, për shembull,
sa më tepër dikush e ekspozon bukurinë që Zoti ja ka jep, apo më tepër njerëzit bojnë mas tyre afton. Apo është vallaj një vrapim i çmendur pas figurave të tilla të estradave të ndryshme, apo qoftë artista, qoftë këngëtar, çka do qoftë, që asgjë nga vlerat nuk promovojnë, asnjë vlerë s'promovon. S'ka vlerë. E vetmja gjë që promovon ndoshta është një këngë plot pislëqe dhe flicina, apo dhe një prezantim shtazarak i bukurive që Zoti ja ka jep dhe këtë që ky kombënim bën që këtë bota më marrë mas tyre. Ku janë kokat e njerëzve vëllai? Që ku ka shku mendja e njerëzve? Shiko ku ka shku njerëzit. Pse? Nga se janë zhvesh nga bukuria reale ata. Në keqpërdimi i bukurisë këtë drejtim që fatkeqësisht sot është bërë, thash, art, është bërë mjeshtri, është bërë rrugë për përfitime dhe për autoritet, fatkeqësisht se kep me kuptu se një keqpërdorim kaq i madh i begative të Allahut azza xal paralajmëron për një dënim të afërt të mundshëm, e që njerëzit vazhdimisht vallahi janë duke u prek me këto dënime të Allahut azza xal. Edhe në shumicën e vendeve që kohëve të fundit, 10 viteve të fundit, po ndodhin tërmete shkatërruese, po ndodhin vërshime shkatërruese, qoftë ato të quajtura tsunami apo të tjerat, njëri duhet me mendu pse bashkë që të ndodhi. Ka në tjera vene, domethënë harame, ka të këqija, apo mirë, po kur po analizojnë vendet për ku po burojnë këto gjëra me të madhe, subhanallah, emëruesi përbashkët i gjitha këtyre vendeve deri më tani ka qenë apo prishja më rëmendëse e moralit apo. Deri në çat mos kanë bërë zina, apo saqë mos s'ka qenë marrë kush më kanë edhe ku apo. Andaj Allah xhallahu ala xhelazan. Apo Allah xhallahu ala po i jap afat njerëzve, por kur te kalohet një kufi, apo xhelozia Allah xhallahu ala përkthehet në dënim ndaj njerëzve pastaj. Shikoj çka thon pejgamberi për zinan. Ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelazan apo kur robnesha e tij në tokë bën zinë. Nuk don më pas se ka kriju për këtë punë. Apo ne para na çush xhelazon dikush për njerëzve që dikush i afër me ti me bozina në udhë billah. A para më nën mo jeta para të tmerrshme. Edhe pse se ke krijuar, se ke furnizuar, po ki thjesht një raport caktuar. Në udhë billah me kon nona e dikujt, motra e dikujt, gruaja e dikujt, udhë billah. Çka çush veç para mendimi është i tmerrshëm. Apo e lëre më me ndodh diçka realisht. Edhe pse ti e ke veç një raport. Para mëna e çush është ai që e ka kriju, e ka këtë bukuri, e ka udhëzuar, e ka ndihmu, e ka begatuar gjitha, edhe këtë këtu i ka përkthyer këtë keqpërdorim të tmerrshëm të kësaj begatie. E kur bon 1, 2, 4, 5, e kur globi ngjyroset me një kuptim të tillë të shfrenimit të keqpërdorimit të bukurisë, atë vallahi padyshim gjitha këto smundje, këto dënime, këto pakënaqësi, jo lumturi, depresione, strese, dënime të shumta, këtë vijnë për shkak të kësaj atë. Këtë për shkak të kësaj atë. Prandaj edhe ajo gruaja që deshti me keqpërdor bukurinë e saj dhe deshti me e njollos bukurinë e Jusufit alayhis salam, apo çfarë ndodhi? E poshnoi Allahu xhala xhelaluhu. E poshnoi botërisht e poshnoi. Ku tha el ana hasal haq. Po u vanu pak e vërteta. Mirë po publikisht u detrua të pranon se ana rawatuhu. Un kam qenë që e kam ftuar. Shiko, ata kanë qenë shoqëri, ata kanë qenë shoqëri e shirkut. Apo, nga se Jusufi asam që ka thënë në burg, e arbabul mutafarrikun khairun am Allahu al-wahid al-qahhar. Zotat e shpërndam janë më të mira 20 zot. Ata kanë besuar shumë zotna. Mushrik kanë qenë. Plus që ka qenë pozit. Apo, megjithatë këtë punë është dorë me mshef, e me shtin burg, e me rrejt, e me shpif, me mlu me rut autoritet në tonë. Sa gjërat bëhen publike, as nuk kem shef, unë e kum bo, edhe kur kush as turpnohet, as si vje marrë, as kur gjë,
edhe këto ndodhin ndoshta në mjedisit e njerëzve që thonë Zoti është Allahu. Kjo është e tmerrshme. Wallahi na po i them, veç me e kujtu veten tonë në mëngjes për pasojat e tmerrshme të përhapjes së veprave të pamoralshme, keqpërdrimit të bukurisë dhe ekspozimit marrëmends të saj. Çfarë pasojë ka? Sa kjo e provokon hidhrimin e Allahut azza xal. Unë mendoj se ai që din këto gjëra tamam si duhet dhe e kujton dhe e përkujton veten e tij me to, mendoj se nuk do t'i duket më asgjë e bukur. Nuk do duket më asgjë interesante. Për shkak të ajeteve dhe haditheve që flasin vallahi për një dënim të tmerrshëm që këta njerëz kanë marrë tek Zoti xhalla xhelaluhu. Prandaj, nëse Allah xhallahu ala të ka dhënë bukuri të pamjes, apo mos i presh të tjerë me këtë bukuri, apo po ruaj rob të Allahut azza xal, ruaj veten tënde. Shfrytëzoj këtë bukurinë të falënderim dhe mirënjohje. Sa njerëz u kap Allah bukuritë të zorit, fatkeqësisht i kanë qenë dalalet njerëz me bukurinë e zonit apo. Apo e pse e ka pa Allah zot bukur? Nuk e ka pa Allah xhallahu zot bukur me bu fesat, me bu shkatërrim në tokë. Ka dhënë sprov që të shikon se apo bën punë mirë, li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që sprovon se kush po bën punë më të mira, apo për shembull, 10 vjet Allah ja ka zonën e bukur, më sprovu e kush më bukur përshtatson këtë zonë. E ju kush më keq përdor këtë zonë. Në çdo bukuri që Allah ta ka dhënë, e s'ka njëri që Allah si ka bukuri. Apo s'ka njëri që Allah si ka bukuri. Dikujt më tepër, dikujt më pak, po gjitha krijesat e Allahut janë bukura. Nga aspekte të ndryshme. Prandaj njeriu duhet të murojë që Allah na ruaj, mos bëhet bukuria e dikujt apo sprov për tjerët, fitnë për tjerët. Prandaj Allah xhallahu ka obliguar femra që të mbulohet. Por të mbulohet mbulesë çratike që e mbulon bukurinë, e jo e ekspozon bukurinë. Është nganjëra format e ndryshme të llastimit në hijab e mbulesë më tepër ekspozojnë bukurinë se që e mbulon atë. Atë çka ke bë? Asgjë s'ke bë. Prandaj mbulesa është apo që ajo bukuri që mund të shkakton probleme në botën e jashtme, apo të mbulohet dhe ekspozimi i bukurisë dhe arti i manifestimit të saj të jetë i kufizuar në drejtim të caktuar, të ai që ta ka bëu Allahu halal, çatje. Prandaj edhe këtu vreti edhe për ato mota që nuk janë mbuluara, edhe për motat e mbuluara, për gjitha, apo të ruhemi, të kemi kujdes. Nga se në qoftë se një njeri, Allah na ruaj, kush do kofta ne nuk e njohim, ne nuk e dim. Në qoftë se një njeri ndodh që ndoshta si pasojë e ndonjë bukurie që ka pa, sprovohet, ta zgjat shikimin, apo madje kjo të shpije pastaj në lakmi, e të kërkon rrugë ndryshme për ta shfrytëzuar këtë lakmi. Jo ndoshta në drejtimin që e ka shkaktuar, por ndoshta në drejtime tjera. Apo kush jep përgjegjësi për fillet e kësaj lakmie? Kjo nuk ka punë thjesht. Kjo nuk ka punë thjesht. Nga se në shariat, sikur që e kemi përmendur edhe disa herë, nuk e merr gjunojën e vrasjes veç ai që ka qenë dorën. Apo por gjunojën e vrasjes marrin të gjithë ata apo që i kanë kontribuar këtij procesi, madje edhe atyre që heshtja atyre ka nuk kuptu aprovimin ato. Edhe ti, po unë s'kum fol, e po dash me fol, pse ke hesht? Tjetër veç me sy ka bo qështu, veç syri i ti ka bo shaj, është një sikur saj që ka që dora pëtë. Ashtë në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, në Yemen, është vrani njeri, pa drejtësisht. Edhe, do të thotë, kanë marrë pjesë në vrasën e tij 6 vjet. Por njeri e ka që shpatën dhe ka mytë. Edhe nuk kanë ditë tash ç'është më apo. I ka dërguar letër Omerit radiallahu ta'ala, i kanë thonë çore, një 6 vjet, njëri me fjalë tu thon, apo njëri me kësha bëu atë pse s'pia bën, njëri me fjalë. Tjetri me sy, tjetri kanë marrë një pjesëmarrje. Mi pa ai që ka godit një u kon. Çka më bë? Kanë me zbatu dënimin, kanë me ekzekutu në këtë rast. E kanë pyetur Omerin radiallahu ta'ala anhu. Ka thonë krejt, gjashtit ata. Ka thonë po shumë gjasht, ka thonë në qoftë se Sanaja, kryeshit i Yemenit,
kishin me marrë pjesë që shtu të keti kisha mytë për ta. Nëse kjo punë, sërveq ai që ka që duar. Nëse ma i zi është ai që ka bu me gisht, saj që ka bu me shpat. Saj me shpat u kun i mram të ingrati viktima, është mushë e ka që. Sherrat edhe ziliqartën ka ata tjerë që ka bu këtë punë. Ndaj edhe festotet që përhapat, apo sa konflikte në jetën bashkëtorë, në familje, në ndarje, apo dikush është të i bo këtë punë, dikush është të i nxit të punë. Edhe është mas tepër me ato që i ekspozojnë bukurinë fatkeqësisht, e që provokojnë të tjerë deri në mas që mos të ketë pas asaj pastaj. Këta njerëz tult, apo këta njerëz tult, po përgjithësisht ka shumë kësi fatkeqësisht që bukuria pa me dikun apo përkthehet në konflikt familjar apo. Interesant një njerëz subhanallahu. Krejt çka diçka për jashtë bëhet kur të përkthen familje konflikt bëhet apo. Pasi me përkthim duhur, përkthim mbrapsht e bën. Shani begati jashtë, çu se përkthen? E përkthen që veçunë s'kam. Po ti përkthej mirë la, do kur sheh gjëra të bukura përkthej mirë, mos i përkthej mbrapsht. Por dikush që më dhon llogari për Allah xhela për këtë punë. Vëllai dikush që më dhon llogari të madhe për Allah xhela wala. Andaj do të thotë veçanërisht gjinia femërore, edhe mashkujt, gjithë bëjnë pjesë të. Por veçanërisht gjinia femërore, nga sa Allah i ka bërë të tilla, të kujdesen, ruajeni, mos bëni shkaktar që te dikush të ngjallet lakmia për diç. Thot dikush, mos po bëj kurrë po eci mirë apo. Unë nuk e di çka e të bëj. As nuk mira me këtë çështje, por po të them, Allahu xhallahu ala grave më të pastër në fytyrën e tokës. S'ka pas gra më të pastra, më të ndershme se gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas. Grave të tilla Allahu ka thonë: "Wala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Ka thonë dhe mos u llastonin të folur. Çfarë llastimi ka bëu Aisha të folur? Çfarë llastimi ka bëu Zejnebi o Musaleme të folur? Çfarë llastimi? Allahu ka thonë mos u llaston të folur. Gra, veç Aisha kuleri, gra plaka. Shumica e grave të pejgamberit kanë qenë të vjetra, styme në mosh. Çfarë llastimi këto? Gra të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë fala takhda'na bil qawl. Mos u llastoni, mos u dridhni në zërin e juaj. E çka ndodh që se këtë e bëjmë? Wallahi mos më kon shkret kur një temë s'ka besu që kështu ka mundsi më ndodh apo. Po çka thot ka dalë se s'është që kujton ti apo. A është e mundshme? A është e mundshme mi thon grave të pejgamberit sa mos u llastoni, mos u lazdra. Grave të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E pastaj rezultati ashabt, se na jo, fasina në vakt, s'bëhet fjalë për neve. Fejatma alladhi atlakman ai që kanë zemër smunje tepsh apo. E ka më theksu më pshën apo. Se kanë kontroll fort. Në llastimi ju ti ka dhënë hadith ai lakman. E që në xhehenem se ka lakmun nonën e vet, se gratë begon në nonat tona apo. Shikoj çfarë kujdesesh është nur, mos e bëni punën te dikun. Ka dal. Mos u lshoni shumë, mos i besoni vetes shumë. Ka si ndu kufit që shati ka vendos, apo? Prandaj komunikimet ose postimet e shumta, sheka në Facebook, një vëlla musliman apo në plazh u dalet ai në avrin se ka çplum, apo po reklamon jokes në vetë, musklet e tij, në zallat e ushtrafton, sa ditë fotografia në Facebook ose faqe. Çka kemi reklamu musklet e tij? Kujt piaqet ata musklet e tij? Kujt pi kallzon? Apo ose me syze ose pa syze ose kokën shtramt ose apo çka janë këto poza këto? Çka janë këto pozime këto? Kujt? Ose dikush vallahi ka mundsi e sheh e smuhet e çon Zotin në xhehenem, ti pa e ditë hiç apo. Andaj të kemi kujdes. Bukuria dihet ku shfaqet. Apo dihet çka bëhet. Jeni këtu gjëra i përdor sa të ka nevojë. Sa të ka nevojë. Për atë që duhet për hajër. Ose edhe ndoshta edhe tek gjinia femërore apo përzimet e ndryshme me fotografie, pa fotografie, në forma të ndryshme optane, kështu më radh, kjo është turp me ndo musliman me kështu. Vallai me kon që ka njëre për shembull një njeri që s'ka kryer shkollë, u met rrugaq. S'ka kryer shkollën. U met rrugaq i rrugëve. Edhe kur net analizojmë pse u met rrugaq, po thonë s'ka pas bab, nona u konë smut, s'ka pas parë, shoqënia e keqe e analizojnë. Jo që e arsyetojmë, po dhe dikun që ka kone prins me qadasht e t'i pitin me dalë, apo?
I për një që ka pas babën e nonën, ka pas parë, janë kujdesi sa nuk do drogaq, që qa lypke. Apo? Andaj tjertë mu prish moralisht, tjertë me bosene tila, është normal se nuk kanë ata masa mbrojtëse për këtë punë, s'kan preventiva, ata s'kan absolutisht regula që përcaktojnë mënyrën e komunikimit me zinive, s'kan. Asë një fe nuk gjonë që ka të ndalume me nejtë bashkë bura me gra. Asë një fe nuk e ka kaq të ndalume sikuarit në gjinin tjetë të të mërë, s'ka kështu. Në gjitha këto mjetë i kim, gjitha këto punë i kim, edhe për duhet më ju kalzu, mos u lazdra, mos u lasta, mos dhe shtapë. Me gjithë të mësime, edhe duha të më që keqpërdrimi i bukurisë që Allah ta ka dhonë, qëfar të lejmë mënyre? Qohë bukuria jashtme, apo që ka të bëjmë me aspektin fizik, qohë bukuria e zërit, qëfar lejë gjithë bukur që Allah ta ka jepë, shuzë që është dënë ai që është i bukur, i që është dënë ai që është i shëmtuar. Apo, mos e hidhrat e bukurin për me kënaqë shëmtuarin. Dobija të që nxirrin për kësaj është ndikimi i radhës i emrit al-Gjemili në tonë është se Allah xhalla xhelaluhu i ka zbukuru robët e tij të mirë, sikur se pejgambert Allahut azza xhel. Andaj i ka bukuria në aspekt në jashtëm Allah xhalla pejgamberit e tij, i ka bë dashur, i ka bë të këqshëm për njerëz. Andaj i ka Jusufit ason i ka dhënë bukuri të madhe. Apo po shiko që shka menaxhu Jusufi me bukuria. Ti marrëm shembull këta njerëz. Se dikush mund të thonë, valla po Jusufi ka më ndryshe apo. Po valla ka më ndryshe, sahi. Po në kuptim tjetër më ndryshe kon. Ibn Qayyim rahimullah i përmend 10 rrethana që ndikojnë njëri me rshit në zinë. 10 rrethana janë që njëri me rshit në zinë. Asnjëherë nuk bën vakia më mbledh të njëri të 10 apo. Dikush i ka 3, 4, 5. Te Jusufi asam 10, 8 bashkë mbo për me çu ku nuk duhet apo. Edhe 8-10-ave kredu i ka thonë zbashku me bukuroshën që e ka thirr, ka me Allah, maazallah. Zoti mos e bëj. Kur? Pse ka pika? Pika ke fuqi apo. Nëse ka ai që më ka hap këto, apo ai s'e don këtë punë. Ai s'don kështu me bëu. Por Allah xhallahu ala krahas bukurisë jashtme që ka pejgamberëve të Allahut azza xal, apo i ka sulës me bukuri të mbrëmshme më të mëdha se me të jashtme që ka qenë. Prandaj këtu është kuptimi i këtij bukurisë. Nuk është e jashtme, po është njëri më zbukuru me cilësi dhe me moral të lartë. Me moral të lartë, a është i bukur? A është i bukur pimrana? Se bukuria është në hupët vëllai. A është e bukur pejmrana? Nëse bukuria është me shkan sahora. Andaj sikur si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashabëve të tij se tunkihu al-mar'atu li arba'. Gruaja martohet për 4 gjëra, apo? Për bukuri, për pasuri, për prejardhë, edhe për fe. Do për zbukurim të brendshëm. Zbukurimi i jashtëm është pamja e jashtme, feja është zbukurimi i brendshëm. Ka thonë pejgamberi sallallahu fadhfar. Kanë përkthim ja hupim bukurinë e shprehjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kan fadhfar bi dhati dini taribat yadak. Çka i bën fadhfar bi dhati din? Kan gruaja morët për 4 gjëra. Apo bukuria e jashtme fizike, pasuria, bukuria e jashtme, prejardha, bukuria e jashtme, ke këtu mund me kon të jashtme, e mërësh me kon zift. Apo edhe e bukur jashtë, edhe pasurit bukur jashtë, edhe prejardhat bukur jashtë, po mërëna është katastrofë. Apo ka i të lej. Konë fadhëfer. Fadhëfer, qëka i bjen? Dhafer, në gjuhë në rabë i bjen, kur përpjekës e mundoshë në fund, e mora. Fitore e madhe, dhafer i thonë fitores. Apo, e ka me gjithë dikën që është e bukur pimrana me fe, ka thonë pejgamberi bajagi fort ke fitua. Fadhëfer, bidhati din. Ka thonë fita me qëta, mera qëta, që e ka fen, tëri betjedak. Shpreje që e ka vërë rapë në kuptim, do të thotë lastus dhe jo nënçmus larga sajat. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në nëruar, ka qenë i bukur jashtë, po. Kër e ka përshu ashabët e tij, ka përshu me vërtet se ka qenë i bukur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në flokët e tij, edhe në pamjen e tij, edhe i ka kushtuar vëmendje të jashtme së tij sallallahu alaihi wasallam.
Prandaj edhe nuk ka mujt mungia sap të e këshyrë që i bukur ka qenë, sallallahu alaihi wasallam. Nga bukuria e tij, mirë po megjithatë, ka qenë shumë më i bukur pimrena, imani që Allah ja ka dhënë, morali që Allah ja ka dhënë, sjellja që ka, bujaria e tij, butësia e tij, mirësia e tij, këto janë ato që ka bërë të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, do thotë të bukur. Prandaj kur bie fjala për bukurinë, besimtari si e rregullon të jashtë me ti që duket për jashtë, është jo s'po them u duk i bukur, po u duk i rregulluar, nuk dilet gjithçysh në rrugë, apo duhet më shikuar se sa po kushton rëndësi rregullimit të brendshëm. A komunikojnë mes vete e jashtme dhe e mbrëmshme njëjtë tek na? Për shembull, nëse për shembull njeriu në rrugë ka hungur bukë të shtëpia, edhe si ka kështu vëmendje, u habit, i ka rrjedh pak këto pak, edhe këtu zhyt dikon, apo ajo që ardhen në rrugë. Kjo padyshim nuk reflekton kjo bukuri, apo reflekton një pak kujdes e kështu me radhë. Edhe dikush i thot, veç në qërë falë, veç s'po dukesh mirë. Me i herë, se thot ti me më kallëzu mua, apo asë nuk thot, të këshyre ti ftyrën tona, ja, me i herë, e nëzit falmirë shumë, apo, e fshin vetën ti se nuk dën asë një hapë matutje me e bo, me ato fashëja në ftyrë, e pëse kur gjë zbohet, asë haram sërt, asë shkanë gjehnem, kur gjë ishtë nuk bohet, heqë zërë, sen zbohet, vazhdo që ashtu t'i njymë, kur gjë zbohet, fetarisht, nuk ka mirë me dohë që ashtu, a shkanë njërin gjehnem, se ka arru me fshigujen për në gjele, nuk shkanë Allah, por me qëfa shpecia përmirësën, asë nuk e këqyra ta është i zhët, a kur me njëre, e fshinë, e mirë, kur dikush në eshe, që ato të hongër dunje, në ka rrjedh pak në zemë, në ka lënë keqë që të, s'po duket mirë, e po të ka rrjedh dikun në qorbë e dunjes, të ka prish i mosh në zemrës, apo, e dikush të farve fshia, temë ka të zamuave. Që e të zemrën tonë, i vynë 10 vjetë me binë që fshio burë, s'po dukesh mirë, apo, s'po dukesh bukur, po e prish imazhin e sjelljes tonë, po e prish imazhin e moralit ton, po e prish imazhin e bukur që Allah ta kap me fe pimrena. Andaj nuk komunikojmë njëjtë, nuk reagojmë njëjtë. E ndikimi i këtij emri është cila do të më ndikojë më shpejt. Dikush që thotë je zhyt në fytyrë, a dikush që thotë je zhyt në zemër. Sa më shpejt duhet më nxirr fasulitë dhe me fshi cilën. Sipas kuptimit të Amr al-Jamil është që dytën apo. Bajegi më shpejt me nxirr fasuletën e duhur me fshi rrjedhjen e ushqimit për zemrën atë. Që s'po duket mirë atë. Nuk po duket bukur. Prandaj bukuria e besimtarit është imani i tij. Bukuria e besimtarit dhe besimtarit është morali i tyre. Është sjellja e tyre, është korrektësia e tyre, është gjuha e tyre, është mënyra e komunikimit me tyre, çka i bën të bukur. Dhe në bazë të kësaj bukurie kanë më fituar edhe xhenetin, që në xhenet pastaj do të jenë të bukur. Ku janë të bukurit e jashtëm e të shëmtuarit mbrana yawmul qiyamah? Ku janë? Ku është pamja aty në ata? Ndërsa ata që kanë qenë këtë dunja të bukur pimrana shumë, nështë e s'kanë qenë shumë bukur. Po Allahu xhallahu ala ka pa bukurit madhe tyre mbrana, çka bëhet me ta? Ditën e gjykimit Allahu xhallahu ala, sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur tin grupi i parë xhennet, çfarë ndriçimi kanë fytyrat e tyre? Ndriçim të hanës së plotë. Si përshun Allahu xhallahu ala besimtar nga bukuria në xhenet. Bukuri marrëmend se kanë pas. Nuk paramenohet çfarë bukurie. E pse e kanë vetë këtë bukuri? Për shkak të jashtmes atë brendshmes. Për shkak të bukurisë së brendshme. Edhe gratë e xhenetit, ato që në këtë dunjë e kanë zbukuruar vetën e tyre. Apo vallahi do të kenë bukuri që nuk mund të përshkruhet. Paramendoj kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për gratë e xhenetit. Ato nuk janë gratë, nuk janë ato gratë e kësaj dunjaje. Janë gratë që janë krijuar në xhenet, huriat e xhenetit. Janë krijuar në xhenet, Allah atje i ka kriju. Ato as nuk dinë çka është prova, çka është telashja, as çka është fitnë. Allah i ka krijuar në xhenet të banor xhenetit. Apo ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për to, nëse veç një herë në dunjë e shikon, e shkym dillin atë. Nuk duket dilli më atë. Nga bukuria e madhe, ndriçimi i madh i fytyrës atë. Në xhenet do të thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
duke nejt banorët e xhenet për një herë, ndriçon një vetim që e ndriçon këtë xhenetin. Edhe pyesin banorët e xhenetit njëri tjetrin, çka është ky ndriçim? Apo ju përgjigjen me lakët i thonë, një gru e xhenetit i buzëqesh i burrit saj apo. Një buzëqesh që ndriçon këtë xhenetin apo. Apo në qoftë se këtu e rrum bukurinë apo. Këtu janë gratë atje që Allah ka krijuar. E mirë, gratë e kësaj dunjaje që janë sprovuar me bukuri, janë sprovuar me mbulesë, janë sprovuar me gjëra të ndryshme dhe e kanë ruajtur nderin dhe moralin, nuk kanë lëmu keq për të bukuria tyne. E këto sa do të jenë? Nëse këto që kurrë s'ka, apo veç Allah ka kriju, kaq ka bukuri. Sa do të jetë bukuria atyre grave që këtu kanë qenë të bukura pimrana, kanë qenë të bukura pimrana në moralin e tyre, në sjelljen e tyre, të kujdesshme në këtë drejtim, apo? E kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam disa pe grave dhe i kanë thonë ja Rasulullah, a janë më të bukura gratë e xhenetit apo gratë që do të hyjnë në xhenet? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shprehje, do të thotë ka thonë ju jeni sikur se tesha e jashtme, ndërsa ato janë sikur tesha e brendshme. Çfarë dallimi ka këtu? Për shembull. Tesha e brendshme, po më ai njëri edhe atë ku gratë kanë pas tesh të jashtme, edhe mbrana si ajo që quhet lloj astari, lloj diçka që e bën tesh me kon më atrosh, mos më të dukshme. Apo e mund të jetë material shumë i bukur jashtë, po i të dukshëm. Mbrana e çepë një material tjetër, sa më rëndësish fare është, më kon i keq. Apo më rëndësish që mos të bën të dukshëm teshën që të mbulon veten. E tash, ai materiali i jashtëm i bukur që më të ekspozohet. Ndallim me këtë mbrana, a krahason? Apo? Nuk krahason. E ka bukuria aty në sikur që ai astari i mbrëmshëm, që ju e bëni çfarë do koftë merrni, në krahasim me bukurinë e jashtme që ju jep Allah xhelalu ala ju. Apo s'ka përshkrim për këtë punë. Me çfarë kushti? Jo kush u kreh më shumë këtë dunjë, ja japëm tani flok më të mira në ahiret apo. Apo jo kush u makiazhu më shumë këtë dunjë u ly, këta ja japëm tani një kozmetik më të madh në xhenet. Edhe më mirë tani mu ly. Apo me vazhdu artin e lymjes edhe në ahiret se baje gjimir këtu u ly apo. Jo valla, ja. Kush u ly për mrena, i ka ly apo mirë zemrën e ka ly me mehlemin e imanit, e punëve të mira. Kush u zbukuru që duhet, pe burra pe grave, Allah xhallahu ala është xhemil, ju jep nga kjo bukuri dhe u mundson me shikun të bukurin. Prandaj ta zbukurojmë veten tonë pe mrena. Dhe ti themi Allah xhallahu ala o Zoti i gjithësisë, sikur që ke zbukuruar fizionomin tonë të jashtme, sikur që na ke zbukuruar jashtë, na zbukuron më tepër pe mrena thon. Gase jashtë na shohin njerëzit e mrena është Allah xhallahu ala. E cila është më rëndësi me koni mirë? Aja që shashoj njerë, a që në shë Allah xhallahu ala. Allah së syë për jashtë, as dëmë, inë Allah la janë rëfisuarikum. Allah së sikon që shpë dukë në japën. Aja e krejë, ti asë e krejë, Allah hisë syrë këta punë apën. Apo, a e ke vesh teshat, apo e kësoj firme, asë firme, heqë Allah së syrë këta punë. Absolutisht. Inë Allah la janë rëfisuarikum, wa amualikum. Allah nuk shikon në pamën e juve fizike të jashtme, e as nuk shikon në pasurinë që keni. Që sa kërën e këmë, sa parët i këmë, hesë si kështu të Allah xhallahu ala. Walakin yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Por Allah shikon në zemrat e juaja dhe punët e juaja. Që kjo është bukuria që Zoti xhallahu shikon ta. E tash shiko për kë po zbukurohesh. Ta zbukurojmë të brendshmën tonë duke e pasuar zemrën nga zilia, nga smira, nga punët e këqija, të përmirësojmë të rregullojmë që kur shikon Allah xhallahu në brendin tonë, të sheh atë që është e bukur, të sheh atë që e gëzon, të sheh atë që e pëlqen e kështu me radhë. Ndërsa pjesa jashtë gjithashtu do të flasim për të edhe ajo, nuk është ajo për të nënçmuar, por angazhimi dhe preokupimi apo tjetë në rregullimin e të brendshmës tonë. Dhe kjo rregullimi të brendshmës tonë ndëruar në kupton gjithashtu edhe një kuptim tjetër. Ka vepra që janë të jashtme apo që kryejnë me gjymtyr, ato janë punë mira, por ka vepra që bëhen me të mbrëmshme me zemër. Apo mos u fokuso vetëm në zbukurimin e punës jashtme. Me zbukuru, sunet e pejgamberit është çështo me apo, aja ka bëu çështo, apo do njerëz për shembull në udhëbla i ka marr mashtu shetan deri në atë mos. Sa që thot sunet i pejgamberit është
me bajt unaz. Sunet është me i bajt flak të gata. Apo sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është për shembull me i ly syt me këhël. Ato sunet nuk ka sunet. S'po du më marrë me atë puna. Por sa i kushton sunetit të jashtë mu zbukuru, apo ndërsa zemrën e ka plot hasad. Të presht pe urrëties apo të zez pe lakmis e kështu me radhë. Ndërsa zbukurimi është me ka bënë emër sunet. Andaj ti kushtojmë vëmendje veprave që i bën bukur realisht namazi, po e bën bukur forma si është fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe duhet t'i përballojmë formën e jashtme, ka se kështu fal Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe formën e jashtme e bën të bukur pasimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, bukuria reale është në ulje, në shtrim, në ndikim namazit, në pretim, kjo është e reale. Çfarë kuptimi ka që zbukuru pe jashtë namazit me sunete, nëse me zemra absolutisht. Jo që nuk me ty, pas në xhamis është, nështë as në qytet se ki zemrën ti. O Allah alem, çfarë kontinenti është ku zemra të menua atje. Çfarë kuptimi ka kjo atër? Andaj ti kushtoj mendja aso që është tamam e bukur. Po, edhe kjo është e bukur. Po duhet me ditë pe kam i fillu mu zbukuru. Duhet me ditë çu me fillu mu zbukuru. Ka se kjo është ajo që e bën ndikimi i drejtë e emrit të Allahut El Xhemil në jetën tonë atë. Gjithashtu Allah xhallahu ala dhe ndëruar na ka porosit që edhe punë kur ti bëjmë me bukuri apo. Ka se besimtari nuk bën punë shkëlqe shka. Apo çka do të bën, e bën me bukuri. E bën me vërtet, e bën me shije. E bën me vërtet me pamje të mirë, ç'është duhet. Çfarë lloj aspekti? Prandaj shikoj Allah xhallahu ala fjalën bukuri në çfarë raste përmend. Thot fasbir sabran jamila. Apo thot durim të bukur. E ka durim të rifare. Ka durim, a edhe kjo durim. Po ja Allah thot durim me shije, durim të bukur apo. E ulemat ka çka durimi i bukur? Çka durimi kur është i bukur? Çka po e shëmtej ka durimin? Durimi i bukur është ai që nuk përcjellet me ankesa. Apo kërkues që ankohet. Sa më tepër e ruan durimin, apo prej ankesave, aq më i bukur është atë. Çdo ankesë këtij apo mirë, po ankesa njerëzve, më anku, njerëzve për të fituar një vallë mëshire për tyne, për gdhelje, ledhatimi për tyne kështu me radhë. E shëmton durimin atë. Gjithashtu Allah xhallahu ala kur thot për shumë gjëra po përmendin një për tyne, në surën Ahzab, ajetin 28. Flet për gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot ja ayuha an-nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah xhallahu ala thot o gratë e pejgamberit, thuaj grave tuaja, o pejgamber, thuaj grave tuaja. Në qoftë se e lakmoni jetën e kësaj bote. Sa ato s'kan pas burrin pejgamber, e kanë pas burrin njërin më me ndikim, apo po nuk është përkthy kjo në përfitim material. S'është përkthy këtë autoriteti pejgamberit sallallahu nuk është përkthy në rregullimin e statusit social të tij në shoqëni. Ka me t'i varfën apo. Edhe padyshim gratë si gratë kanë nejt me ato gratë tjera, kanë nejt me këto gratë, kur kanë po që e gruaja ka bler kështu, ky pejgamber që 2 muaj s'na ka bler kurrë, apo ka mundësi me shkaktu lakmi. Apo Allah xhallahu ka thonë me një fjalë, apo ju e keni marrë hisin më të madhe të mirës apo. E keni marrë pejgamberin son. Tjerë jo kum do tjerat. Apo nëse sini të pajtim me këtë dëmë, doni më ndruhe hesapin, apo e lakmoni këtë dunjë, gratë pejgamberit kanë. Apo shifon përshtypje burri i mirë, po i bën përshtypje festoni i mirë, ju ndrojmë, sa problem. E ndrohet kjo hesap. Nëse s'bën përshtypje devotshmëria dhe dija e tij, s'bën përshtypje korrektësia dhe drejtësia, s'bën përshtypje shumë, apo më shumë e lakmon dunjen e dikujt, se mirësinë e dikujt, apo fata'alin hadani ka. Çka çfarë? Fata'alin umatti'kunna yudhu begati. Po ju çete dikush që ka para atë. Po çka ky pejgamber u usarrihkunna sarahan jamila. Apo shikoj ka thonë ju lshoj lshim të bukur. Apo edhe shkurëzimi duhet me qenë i bukur. Edhe ndamja është me shije të muslimane, sikurse bashkimi apo. Apo njerëzit kur bashkohen, pa shije bashkohen. Apo edhe kur don
pa shije dohën. E qysh është më do me shije, po vetë domja është e hidhur. Qysh është ndomja? Çka nuk kupton ju lëshoj lëshim të bukur, mos e keni gale. Ka thënë ulemat, lëshimi i bukur është lëshim pa ofendime, lëshim pa shpërndarje të tmetave, pa shpërndarje të sekreteve. E në akon që ka në akon, dim që ka dim në të ka marrë fund. Sot nuk jena mu, nuk vazhdojmë tutje, po do se të kalumë së mbetë në mbyllur. Ajo dikush s'pan kur do të ne ishme kazu, kur gjëzërin që ka bu nona ati, tani baba ati, tani vlau, tani kojshia, tani burri, këtë dosin e familjës e qëtë në shesh para këtë dunjes, apo, pse? E në datash. Apo? Nëse jemi do, apo? Nëse nuk jemi bashkë, kë nuk do të tash se duhet krejt që ka di me zdim, apo me qindi se me thur, për me dëshmu se, bëja kimi rëbo që më do. Me arsjetu. Mëse edhe kur dani mira, edhe kur ndoheni, prandaj edhe ndodh shpeshherë edhe në familjet e njerëzve, apo kanë jetu vllaznia bashkë. Edhe pse ky bashkallok ku kanë më rregullu shumë se po sill pasojë shumë të këqija, edhe bashkë kur rrizni me net bashkë, edhe kur dan me 100.000 telashe, apo sa ka ndodhur që ndarë me vllaznive të përcjellet me ofendime, me fyrje, me shumë që vallahi një ofendim i kësaj natyre nuk ja vlen me ndëgju për krejt dunjan, jo për një copë toka, për një copë kjera që ka të qoftë. Në besimtari, kur bashkohet me bukuri, kur ndahet me bukuri, apo kur bën sabër ti ka bukuri, kur t'jep, dhënia ti ka bukuri, jo dhënia me 100 përmend me apëtan. Çfarë bukurie ka këto? Kur t'jep, jep me bukuri apo. Gjithçka që të bën me bukuri. Nga se Allah Gjellole ka ftuar që bëne me bukuri, bëne me shije, bëne me dëvërdet që vepra që i ke bërë tjetë e pashme, tjetë e mirë, tjetë e bukur. Nga se dini se në varë, ku njeriu të futet në varë, apo, e është i vetmuar, a i vjen një njëri ati në varë atje? Po i vjen. Kur vetmuat është vetë, e vorri, bajagi shtirë, se vetmi e madhe, e terë, i vjen një njëri besimtarit. Dhe çka i thot? Thot, kush je ti kaq i bukur? Apo, kush je ti kaq i bukur? Dhe kush je ti që në këtë vetmi po me e thënë shoqnin, nga se shoqërimi jëtë është i bukur. Ka ene amaluke salih. Unë jam puna jote e mirë, Allah më ka shëndru njëri. A ka mundësi? Me ndodhë kjo? Po. Puna e besimtarit është e bukur, është e mirë. Kur o falë mirë. Kur ka fol bukur. Apo kur është shoqënu bukur. Ka do që ka shku, ka pas shije, ka pas stilin e bukur të sjelljes së tij, të veprës së tij. Dhe ato Allahu xhallahu ala i ka shndruar njëri. Kur e transformon njëri, ka dalë njëri shumë i bukur, shumë i mirë. Andaj nëse për shembull dikush don me e llogarit vetën e tij dhe thot, me bëj çto punë të mia, për shembull namaz jam që po falon atë. Me bëu më shndruar njëri, ç'a bëu ata? Arrihet me ta, s'rrihet me ta. Tedin namazit me bu më shëndrua, del i bukura, del me vesh, pa vesh, nështë del i mirë, po hunës e ka. E ka qatë meta. Tani, andaj, bëni namazin e bukur, që të bëhesh i bukur dhe shëndruash Jezusin bukur. Apo, fjallë tona, na që ditë për që flasim me zvete, që komunikum që a thojmë, apo, me bu që ato më shëndru në njëri, që është duke në të. Andaj, me ne e këtë, andaj, bëni fjallë të bukura, bëni sjellje të bukura, bëne sabrën, ndamjen, bashkimin, keq ka duhet, bëne që duhet, bëne bukur. Jo me bëni një punë që është halal me 100 telashe, kare, keq musliman të i bëna bërë. Apo, mos e bëheq. Mos e bëheq. Andaj, është bërë keq ka të bënë, e bënë halal, por edhe qatë halal e bënë mirë, e bënë bukur, e bënë që është duhet. Dhe pratë që të shëndrohet në bukuri të një krijesë që vije në varë, i a thënë vetmin, i a thënë shqetësimin në varë e ti. Ndërsa ai që s'ka qenë me punë të mira, a nështë prerë të kuni bukur shumë, po ka qenë i shëmtuar në fjalë, ka qenë i shëmtuar në sjellje, ka qenë i shëmtuar në vepra, kur vendosën në varë, ngushohet vorri, e erësohet vorri, edhe çfarë ndodh? Vjen një njeri i shëmtuar mos vet, thot kush je ti kaq i shëmtuar, apo që ma ke shëmtu këtë natë edhe më shumë. Kush je ti? Ka dhënë puna jote kur kush tjetër Allah. E ka bëu Zoti njëri që çto të dal. Që çto të dal, më ta kthy që çto dal.
Në Allah na ruaj që kur zbërthehen veprat tona në krijes, me dalë në keq, jo çka është e jam, nuk duan apo. Me ik pi punëve tuaja, me ik pi veprës tona. Andaj zbukuroj punët tuaja që të shoqërohesh me të bukur dhe të dalësh i bukur për Allahut xhela xhelaluhu. Dhe ndikimi i fundit që dua ta përmend në ndëruar ka të bëj pikërisht me atë që filluam në fillim. Normalisht e kuptuam çka është bukuria, e kuptuam ku duhet fokusohemi, e kuptuam se ta shfrytëzojmë. Mirë po, a përjashton kjo tërësisht zbukurimin e jashtëm? Absolutisht jo. Njëri që të ketë tesht mirë, të ketë mbathura të mirë, por nëse ka mundësi, apo që nuk kanë llogaritë obligimeve të tjera, jo ka njerëz, apo që ka çfarë pas telefonin e mirë, e blen telefonin e mirë, apo e mbarsh deri në fyt, apo e obligimet familjare si kryen ç'është duhet. Ja. Kjo është keqpërdim me shkelje. Po i ka mundësi, ti ka punë, do më duk bukur, do më do mirë, elegant, kjo është e keqe. Thash në çfarë nuk qen kibër. Nuk qen më duk që unë bajagi, apo mirë po dukna. Bajagi çështë ziçi i rrin dikujt tjetër si mua apo ja kthivet pëlqimi është i shëmtuar apo. Mirë po, njeriu që e ndjek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai edhe në këtë rafsh nuk mbetet i shëmtuar. Edhe këto e zbukuron Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, apo nga se sikur se ka në hadithin e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, edhe në hadithe të tjera, se një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka veshur një gjybë të bukur, apo i ka thot një pjesë thot kur domethon pamën më të bukur s'kum pasur çfarë ditë apo. Ç'është bukur ka qenë i veshur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, ata që kanë pas me që janë marrë me mësim të Kuranit, kanë lexuar Kur'an të tjerëve, do thotë njerëz që kanë përhap fen Allah xhallahu ala, u ka obliguar mu vesh me tisha të bardha apo. Në kuptim bukurisë, stilit, jo gjithë që më ndal to apo. Edhe kjo është pjesë, apo jo njëri marr për shembull avon me dal para njerëzve, më rëndësi është fjala e mirë apo ç'ish duk, nuk ka kjo. Do ka njëri sot kudo, apo në punë kur shkon besimtari, andaj edhe mjekrin ai që lëshon, apo më smelshu ç'do kohë me kanë ata, i fliturojnë, s'ka kjo sunet, zbukuroj, rregulloj mjekrin, në kuptim jo rregullimit, apo tjetër po rregullim, do që e shfaq pak sot kudo, e krej, nëse ka në qime që ka dalë jashtë tutoran, lejohet me shkurtu ato, me hjek, lejohet me dhon një formë. Gjitha këto gjëra që e bëjmë të bukur. Jo ç'është do koft. Apo sa kjo dunja më rëndësi japson. Ja, na edhe në dunja jena të bukur, në ahiret në të bukur. Nga se Allah na ka të dyet alhamdulillah. Edhe nuk ka nevojë me hub njërin për me fitu tjetër apo. Nga se mundum të dyet me fitu alhamdulillah. S'ka thon Zoti hop e këto dash morta. Ja. Ka thon dash me mgu mu, edhe këta të dyet e fiton. Ngam. Prandaj pejgamberi son më shumë nga kjo botë ka dash parfumin e mirë apo. Apo ka se kjo bën të bukur. Prandaj disa meditorë thonë nuk ka masraf në parfum apo. Nuk apo disa thonë. Për shembull, njëri mund të pas masraf, fjala masraf të prim në harxhim. Mund të ketë masraf në tesha, mund të ketë masraf në mbathje, por kanë parfum s'ka masraf. Në sa do të blen shtrejt parfumin, apo nuk ka gjinaftë. Nga se kjo të bën bukur, apo veçanërisht kur njëri shkon në xhami, kjo s'vjen për gjinin femrore. Bukuria e parfumit është diku tjetër, apo nga se guria nuk duhet, nuk guzon, e ka haram me dal nga shtëpia e parfumosur, me parfum që të rjek, do të thotë me erën e saj të tjerë të Allah na ruaj apo. Por po flas për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili na ka mësuar që edhe kjo është pjesë e bukurisë tonë, edhe tesha është pjesë e bukurisë tonë. Edhe mbathra është pjesë e bukurisë tonë, edhe rregullimi i shtëpiave është pjesë e bukurisë. S'prish punë. Por gjitha këto të jenë në renditjen e duhur, veç. Do të është një listë që duhet mi kushtu vëmendje bukurisë. 1 2 3 4 5 6 7. Ban me konë edhe shtëpia bukur, edhe kerri bukur, edhe njëri bukur, edhe tesha bukur, edhe veshmbathje, këtë ban me konë, vetëm nëse është numër, po them kushtimisht 7. Apo, nëse bëhet numër 4 s'ban, problem është. Se ja kanë zonë vendin diçka tjetër. Nëse është në vend e duhur, e ke rangu në listë që duhet, s'prish punë. I ke këto bukuri tjera që duhet, kjo s'po të bën zarar, kjo atë nuk prish punë. Përkundrazi, sot mendoj që na duhet edhe me imazh të bukur të jashtëm me reflektu një lloj elegance, një lloj stili, një lloj kuptimi të drejtë të feston, e mos më thonë që dje marrë këtu që u vjen që më falu u çara vesh u çara ditë, apo s'bën kështu. Ka një domthonjë që edhe në këtë tim, gjasë edhe me pamje nga njëri bën davet atë. Edhe me sjellje bën davet, po edhe me pamje njëri nga njëra mund të jetë kjo një shembulltyre mirë, se çfarë ky po falet, po hala çose parfum po përdor, që pas kanë feja. Kjo po falet, hala që ashtu gjemperat e bukur për vesh, nuk ka një çtu kçyrin, gjemper çyr apo. Apo anë spish punë, po thash me
me renditje duhur veç. Që kaq përndryshe, do thotë nuk ka të keqe. Nga se njeriu nuk është e domosdoshme, nuk është gjithsesi nuk është e ndërlidhur pamja jashtë me kibër. Mund të njëri pamjen jashtë me i leckuosur i harnum, po me pas kibër atë. E unë me kon njëri jashtë i veshur me të vërtet, veshje shumë elegante, shumë të shtrenjtë, shumë bukur, mi po zemrën e ka të përulën pa Allah azh xhelal. A ka mundësi kjo më ndodh? Çiç ka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot i dërguari sallallahu alajhi wasallam në hadithin e njohur, thalathatun la yukallimuhumullah. 3 personave Allahu as nuk do mi folje më në kıyamet. Dhe që për ta s'ka shpëtim e s'ka fale, pas mi u fol zdan. Allahu na ruaj. Kush janë këta njerëz? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wala yanzuru ilayhim." As nuk i shikon bile. Ai i sheh, po nuk i shikon shikim të mëshirës, shikim të faljes. S'ka për ta kurrë, as hiç mos u afro. Sigur si thot një grupi në xhenem, "Ikhsa'u fiha wala tukallimun." Sul mu'minun, ata kërkojnë veç pak, a ka veç, e ka veç një arsye, veç të ka ikhsa'u fiha. Kjo fjalë ikhsa arabisht i thon çanet, çup. Apo kur do non çanet hop bajo, i thon ikhsa. E kur do dikuj me nënçmu e përdoret për një gjë, po kjo është shprehja që i thot kafshës. Parna ju thuat që tyne ikhsa'u fiha. Shporrin në xhenem atje, wala tukallimun asnizoj hiç mos e unim. Allahu na ruaj. Çfarë mund të bëj robi kaç valla çfarë kriju mund të bëj që ka një që s'pana i gjithë mëshirshëm, mos më dash me një as fjalë për ti. Thot 3 janë çta. 3 janë ata. Kush është i pari? Faqir al-mukhtal, fukara me ndje madh ata. Nuk po më kam me kon fukara me ndje madh Allah na ruaj. Unë s'ka buk më hongër, i mundson me him punë, unë kësi punë shtja hajgara për me mua, në nëqmën punën, po që ka është halal puna, ati puna që ka gale, unë e hamal s'jam, unë e rri fukare, pro, rri lypi halkut, rri prit sadaka, apo, unë e Allah së më punë se filonë së në durajnë atë, unë e më së durash këta, pro, kjo kibër, ja bjen dikush një, që bjen, për shambull, s'ka tesh, s'ka i varfër, që dikush e ka bajt një tesh, u pa pasu përsoj se të është e ka blinë tjetër, të është anë regull i jep, ata që ke bajt që i vetë me mua, kibër. Apo? Kibër. Si dhe tu se këtë dynjen e ka, për. Kjo është kibër. Në udhë billah. Në nëqman njerë, në nëqman kontributin, në nëqman mirësin, në nëqman mëshiren, në nëqman përkrahjen. Kjo është kibër. Që ti Allah si fletë. Edhe fekir dhe muhtal, edhe fukareja dhe zotni, s'ka kështu Allah. Nuk ka, se ki pozitet i me folë kështu. Allah i ka ndohe sapet. Sikur se janë fukaret tek pejgamberi ka thonë, na e kalon pasanika te Rasul Allah. Ata po falën, apo falëm, ata po ngjinojnë, apo ngjinojmë, ata po japin sadakon, apo po japim. Ka thonë pejgamberi, thuni subhanallahu alhamdulillah la ilaha illa allah akbar. Thuni çështë. Ata kanë thonë kur kanë marrë vesh pasanikat e ashabëve, Abu Bekr, Zubair ibn Awam, kanë marrë vesh Abdulrahman ibn Auf, çu nuk thonë ata. E kanë thonë, kanë arë fukarat të vetë manku, kanë një Rasul Allah, edhe që të pa thonë, kanë fadlullah ju tihi me njësha, begati Allah të japë kujdon, së një unalja, e ka japë Allah gjende vala, pëse mi anal? E dikut Allah i ka pasuni, e shizën kërë që është duhet, e bënë që është duhet, apën, e dikut është i varfën, në vend se me lakmu me unë, elhamna që ka kësi muslimash, elhamna që po bojnë mirë, elhamna që po ka kërë që po shpenzojnë, elhamna që ka kështu, të kish me me pa Allah mu si këti, që shtu ja kësha bo, me fitu se vapin, apo, fillan me kontestua, me kibër, si ja ban mirësia e dikujt ati, se dikush ban mirë, apëtën. Ty Allah Gjellë të kapë mirë atjera. Këshyre ku të kapë Allah Gjellë shryzaj atje, apëtën. E po, me koni varfur edhe kibërli, kjo është kombinimi ma fatali i mund shumë, apëtën. Njështë të ka thonë shikun, zanin, plak zina qara, apëtën. Ha u dhe billa, apëtën. E i riu, ka habitet e kështë më ratë, pëse kjo është haram. Po plak i bjen, po i shtym mosh, po këtu shikun, zanin, për shetë njeri martum. Njëri martu me bozina, ha u dhe billam. Kjo është të merra kjo. Që ta dhe ka dënimin e piste ka, të menqmu me ka u dhe billam, që e merra. Gurzim në kokë, dhe des. Apo? Pse? Ase veç njëri i poshtër këtë punë e bëna. Ase nevoj s'ka, kështu i martu. Ose i shtymë mosh, 80 vjetë epsh. Apo? Edhe lakman zina, shikon, në u dhe billam. Ndaj, kësë si fletë Allah i mëllë këja me apëtën. As se pastron, as se këqyr,
ka dënim dëmshëm për ta. Edhe i treti ka thënë Melikun kadhab, udhëheq edhe rran. Hajtë rran punëtori, apo po pse rran drejtori? Apo punëtori rran se ngrati mos më rrajt, duhet t'ja hek për rrugë e shtin zor, kjo haram është zban. Mi pa që kur se bën përgjësia, apo kush më llogari, edhe rran. Nuk jam e kuptuar për shkak të poshtërsisë që ka. Apo e kjo poshtërsi e ka bëu që më bëu këtë vepra të ulta edhe të ndyta. Prandaj, lëndëruar zbukurimi nuk është i ndërlidh kushtimisht me kibër. Pamja e mirë nuk është me kibër. Qase mund të ketë pamje jo të mirë, jo elegante, jo veshë të mirë, por të jetë kibërli. Tjetri, vallahi ndoshta ti ketë tishat më të mira, të firmave më të njohura botnore mund të ketë jashtë, ndoshta zemra e tij është në sejdë tek Allahu xhala xhala. Zemra është e porulur, apo? Prandaj të shikojmë zemra çu është me këtë zbukurim. Nëse ajo është mirë, nuk prish punë që ka vesh apo. Ama nëse edhe një unazë thjesht e dridhë këtu heq apo. Nuk bën këto me rreziku me kurrë. As me tesha, as me mbathra, as me kapoç, as me syza, as me kurrë. Apo kjo s'bën më prish. Kjo do të më qenë rrugëme në sejdë e porulur modeste për Allahu te bareke ve taala. Nëse besimtari po, duhet të jetë i kujdesshëm, duhet të jetë i pastër, duhet të jetë i rregulluar, nga se gjitha këto janë pjesë përbërëse ndikimet e Allahu el Jamil apo. Veçanërisht kur shkruan në xhami, Allahu xhallahu na ka thënë: "Khudhu zinatakum", merrni historitë juaj, zbukurau. Ka pas nga serive që kanë pas tisha të posaçme për namaz. Tisha të posaçme kur kanë xhamat, sikur njerëzit i ka këto tira kanë veç për darsum. Apo darsum kur shkon që si vesh për ditë apo. Apo i ka do kpuca, këto veç në rast shumë i vesh, apo e ata s'kan pas për darsum, as për sunetia, as për tira sana, kanë pas për namaz. Këto tira kanë veç kur të dalë për para me to vesh natë. Namaz natë i dalë për para, kanë pas parfumat shtrejt selefi, që kanë përdorur shumë shtrejt në atë kohë, janë parfumos veç kur i ka dalë Allah për para natën ato. Mos zbukuru. Ky zbukurim është i kërkuar, pse jo? Edhe në xhami kush kanë dikush pe neve. Me kon spona njëri ka mundsi, ndoshta nganjëre vapa e madhe, nganjëre punë e caktuara, mund njëri pak më shkaktu djersitje kështu më radh. Mos e shesa kërkon xhami Allah. Apo një të ketë kujtim për erën e tij, ose çka do të thotë, e kujdesëm edhe çorapat e tij, apo gazor banale nganjëre, po kam pas rast me një vend diku në veneve, subhanallahu, imami i xhamis kur hin ke stina e verës kur filloi ke më mundzi koha, ne ka xhamati tash të nxjek koha, keni kujdes për këtë, u pata çudit, i këshilloj ke edhe kujdes për çorapat e juve kur në xhamive. Ka se po, mund me bezdisë kanë, me neverit kanë, ndërsa Allah pejgamberi ka thënë inel malaikata la tata'adha mimma yata'adha minhu ibn Adam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se melekët bezdisën dhe shqetësohen nga ajo që bezdiset edhe biri Ademit. Anë ti nuk po i shqetëson me këtë pamë, me këtë erë, veç bita Ademit, po dhe me laçet që ki për rreth. Prandaj ti ati kujdesëm për erën e gojës së tij, për pamjen e tij, për erën e trupit të tij, për pamjen e tij. Gjitha këto janë pjesë përbërëse e ndikimit të Allahut el Jamil. Po duku bukur, ndihu bukur, jep aromë të bukur. Gjitha këto janë rregull, por kushtoj bukuri edhe rëndësi bukurisë së brendshme, kjo është më kryesore apo. Allahu xhallahu na zbukuroft me iman dhe Allah na zbukuroft me vepra të mira. Allahu xhallahu na bëft bukur në këtë botë dhe na bëft të bukur yawmul qiyama që të na fut në vendin e bukur të xhenetit të tij. Kjo është për këtë emrin të Allahut el Jamil. Deri në takimin e ardhshëm, Allahu i ruajt, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.